Shkurta debatonte ashpër me Elionën në mes të sallonit, ndërsa disa prej banorëve të tjerë rrinin mënjan dhe e ndiqnin situatën me vëmendje. Shkurta, e irrituar dhe me një ton të ngritur, e akuzonte Elionën se po sillej me dy standarde dhe se po fshihej pas një imazhi të butë që, sipas saj, nuk ishte as pak i vërtetë. Ajo i thoshte se Eliona nuk është vajzë e mirë siç paraqitet, duke pretenduar se Eliona shpesh hidhte kunja, nxitonte situata dhe pastaj sillej sikur nuk kishte bërë asgjë. Shkurta vazhdonte duke akuzuar se ajo luante viktimën sa herë që dikush i përgjigjej dhe se e përdorte këtë mënyrë për të marrë mbështetje nga të tjerët. Eliona, e shokuar nga toni i lartë dhe nga fjalët e ashpra, mundohej të kundërshtonte, por Shkurta nuk e linte të fliste gjallë. Ajo e ndërpriste vazhdimisht, duke këmbëngulur se mjafton t'i dëgjosh fjalët e tua dhe pastaj të shohësh si sillesh, si një mënyrë për të treguar se ajo, sipas saj, nuk ishte e sinqertë. Situata tensionohet edhe më shumë kur Shkurta shton se Eliona fshihej pas banorëve të tjerë dhe krijonte konflikte pa e marrë përgjegjësinë për to. Banorët përreth fillojnë të ndërhyjnë me zë të ulët, duke tentuar të qetësojnë debatin, pasi duket qartë se emocionet janë ndezur. Nga ana e saj, Eliona mbetet e tronditur nga mënyra si po i fliste Shkurta dhe i kërkon që të mos e ofendojë. Por Shkurta, ende e acaruar, vazhdon të këmbëngul se ajo po thoshte të vërtetën që askush nuk guxon ta thotë. Debati bëhet një nga momentet më të nxehta të ditës, duke treguar se mes tyre është krijuar një tension i madh dhe një mosbesim që po rritet çdo ditë dhe më shumë. Dolce po përgatitet të udhëtojë drejt Italisë për të futur për një javë në Grande Fratello, dhe lajmi për ardhjen e saj atje ka filluar të qarkullojë me shpejtësi. Në mediat italiane dhe në rrjetet sociale po përhapet shumë interes për të, pasi shumë njerëz duan të shohin si do prezantohet dhe çfarë energjie do sjellë brenda shtëpisë italiane. Shumë komentues e cilësojnë si një prej personazheve më të veçantë që Big Brother Albania ka pasur, dhe tashmë presin ta shohin në një ambient krejtësisht të ri. Në studio, prezantuesit italian komentojnë hyrjen e saj, duke thënë se pritet të sjellë dinamika të reja, humor, spontanitet dhe shumë kuriozitet nga publiku. Në rrjet, disa ndjekës shkruajnë se Dolce ka atë lloj energjie që ose të bën për vete menjëherë, ose të lë pa fjalë me mënyrën e saj të qenit, dhe pikërisht kjo e ka bërë shumë tërheqëse për publikun italian. Ndërkohë, edhe brenda shtëpisë shqiptare banorët diskutojnë për këtë lëvizje të papritur. Ata mendojnë se Dolce do të pëlqejet shumë në Itali për shkak të stilit, natyrës së lirshme dhe aftësisë për të krijuar situata të këndshme. Disa thonë se ajo do të bëjë bujë sapo të shfaqet në ekran, ndërsa të tjerë janë kurioz të shohin si do e presin banorët italian. Nga ana tjetër, vetë Dolce ndihet njëkohësisht e emocionuar dhe pak e frikësuar, pasi është një eksperiencë e re dhe shumë më e madhe. Ajo përgatitet për të dhënë maksimumin, për të treguar veten dhe për të surprizuar të gjithë publikun italian, i cili tashmë mezi pret ta shohë të hyjë në shtëpinë e Grande Fratello. E di e vëren nga larg se Dolce po përgatitet për të dalë për një javë në Grande Fratello, dhe në momentin që e kupton këtë, fytyra e tij ndryshon menjëherë. Ai nuk e pëlqen as pak idenë që ajo do të largohet nga shtëpia, qoftë edhe për pak kohë, dhe xhelozia fillon t'i ngrihet pa e fshehur dot. Edhe pse mundohet të tregojë qetësi para banorëve të tjerë, është shumë e dukshme që ai po përjeton një lloj pasigurie. Dolce i thotë se është vetëm një javë, se nuk po shkon për të bërë asgjë të gabuar dhe se është pjesë e lojës, por kjo nuk e qetëson plotësisht Edin. Ai fillon t'i bëjë pyetje të shumta, si po pse duhet të shkosh? Po me kë do rish? Pse s'na lajmëruan më herët? Duke treguar qartë se nuk ndihet rehat me largimin e saj. Në momente të ndryshme, ai afrohet Dolces dhe i thotë se ka frikë se mos diçka ndryshon gjatë asaj jave, ose se mos ajo shijon kohën jashtë dhe haron lidhjen që po ndërtojnë brenda. Dolce mundohet ta qetësojë duke i thënë se nuk ka arsye të dyshojë te ajo dhe se do kthehet patjetër pas një jave, por Edi vazhdon të duket i tensionuar. Ndërkohë, banorët e tjerë e vënë re xhelozinë e tij dhe disa madje fillojnë të komentojnë se Edi është bërë tepër posesiv dhe i ndikuar emocionalisht. Ai përpiqet t'i injorojë, por në fytyrën e tij duket qartë shqetësimi. Sikur nuk ka kontroll mbi emocionet e veta, Dolce e siguron sërish se largimi është i përkohshëm, por Edi ende ecën nervoz rreth shtëpisë, duke menduar se si do të përballojë gjithë këtë javë pa të. Një javë që për të duket shumë më e gjatë se sa është në të vërtetë. Edi dhe Dolce po kalojnë një pasdite të qetë në shtëpi, të shtrirë pranë njëri tjetrit, larg zhurmave dhe debateve të banorëve të tjerë.
Të dy duken krejtësisht të përqendruar te momenti, sikur gjithçka tjetër ka humbur rëndësi. Dolce i afrohet ngadalë duke buzëqeshur dhe Edi e përqafon fort me atë qetësinë që vetëm ata të dy arrin ta krijojnë kur janë bashkë. Ata shkëmbejnë puthje të buta dhe përqafime të gjata, ndërsa flasin me zë të ulët, duke i treguar njëri tjetrit se sa bukur po ndihen në shoqërinë e njëri tjetrit. Atmosfera është e ngrohtë, e mbushur me ndjenja të sinqerta dhe një lloj afërsie që ditët e fundit është bërë gjithnjë e më e dukshme për të gjithë banorët. Dolce i thot Edit se me të ndihet e qetë dhe e sigurt, ndërsa Edi i përgjigjet se ajo e ka bërë të ndryshojë shumë gjëra brenda vetes, gjëra që nuk i kishte përjetuar me askën tjetër atje. Ata qeshin, shkëmbejnë shikime të gjata dhe rrinë të përqafuar, duke treguar hapur se lidhja e tyre tashmë nuk është thjesht një afrim i rastësishëm, por diçka më e qëndrueshme. Banorët e tjerë, nga larg, vërejnë se Edi dhe Dolce janë bërë thuajse të pandashëm, dhe të gjithë bien dakord se tani ata janë me të vërtet çift brenda shtëpisë. Në çdo moment që shihen bashkë, duket qartë që po i shijojnë këto ditë dhe këtë afërsi që është forcuar dita ditës. Edi vazhdon lojën e tij provokuese dhe me humor, duke dashur të shohë reagimin e Dolces. Ndërsa ata po rrinë së bashku në dhomën e ndenjës, ai papritur i thot Dolces me një ton të shtirur serioz se mbase do të lidhej me Benitën, vetëm për ta parë se si ajo do të reagonte. Dolce fillimisht të shikon me habi, pastaj me një lloj nervozizmi të lehtë, sepse i duket sikur Edi po e tepron me këto lojra. Edi ngrihet, i afrohet Benitës dhe e përqafon thjesht sa për të vazhduar shakan e tij. Benita, që gjithmonë e pëlqen vëmendjen, e kupton menjëherë se Edi po e përdor këtë moment për të nxitur pak xhelozit e Dolce, dhe ajo futet në lojë pa u menduar dy herë. Ajo buzëqesh, e lehtëson situatën dhe ja kthen përqafimin duke e parë drejt Dolces, sikur të donte t'i thoshte po, pse jo, le ta vazhdojmë lojën. Dolce, nga ana tjetër, fillon të acarohet pak, sepse e sheh që Edi po e provokon qëllimisht. Ajo nuk e pëlqen fare këtë skenar dhe e ndjen veten të lënë pas dore në atë moment. Atmosfera rreth tyre bëhet më e tensionuar, me banorët e tjerë që fillojnë të qeshin dhe të shikojnë reagimet e tyre, sikur po shohin një mini dram që po zhvillohet në kohë reale. Edi e kupton që Dolce po preket vërtet dhe vazhdon akoma. Ndoshta pak më shumë se sa duhet, vetëm që ta shtyjë lojën edhe pak më tej. Benita vazhdon të ndjekë çdo gest të tij, duke luajtur rolin e vajzës që papritur po merr vëmendjen e Edit, sikur gjithçka të ishte një skenë që ajo e kishte imagjinuar prej kohësh. Ndërkohë, Dolce nuk e duron dot më dhe largon vështrimin, duke e bërë të qartë se lojrat e Edit po i kalojnë kufi. E gjithë kjo skenë krijon një atmosferë të çuditshme, me tension, humor dhe pak dramë, ndërsa Edi vazhdon të luajë lojën e tij me një buzëqeshje të madhe, duke e ditur mirë se çdo lëvizje e tij po e ndez situatën edhe më shumë. Benita qëndron në qoshen e oborrit, pak e tensionuar, ndërsa kushtrimi i afrohet me atë buzëqeshjen e tij të zakonshme. Ajo merr një frym të thellë dhe, me një ton pak të prerë, i thot, unë dikur të pëlqeja, po ta them sinqerisht. Por tani, jo më. Kam ndryshuar mendim. Ajo e thot këtë me një lloj krenarie, sikur dëshiron të tregojë se nuk i intereson më si më parë. Por kushtrimi nuk e merr seriozisht dramën e saj. Ai buzëqesh akoma më shumë, i afrohet edhe më pranë, duke e parë drejt në sy me një shprehje të qetë, thuajse lozonjare. Thot ai me një të qeshur të lehtë, po pse jo më? Çfarë ndryshoi? Hajde, pëlqeje prap. S'ka asgjë të keqe. Benita ngrit vetullat, sikur po përpiqet të ruajë seriozitetin e saj, por nga mënyra si i ndritin syt duket që fjalët e kushtrimit e kanë lëkundur pak. Ajo kthen kokën në anë sikur s'do ta tregoj, por qesh lehtë, e pavetdijshme. Jo more, mos u bëj qesharak, thot Benita duke u përpjekur të qëndrojë e ftohtë. Tani nuk më pëlqen më. Ka kaluar ajo punë. Kushtrimi tund kokën ngadalë, si të donte ta ngacmonte edhe më shumë. Mua më duket që nuk ka kaluar aq shumë sa thua, i thot ai. Nuk je aq e bindur sa po përpiqesh të dukesh. Benita e shikon sikur do të thotë diçka për të mbrojtur, por fjalët nuk i dalin. Ajo bën sikur largohet. Pastaj kthehet prapë dhe i hedh një vështrim të shpejtë, të cilin përpiqet ta fshehë. Kushtrimi qesh përsëri, i kënaqur që arriti ta trazojë, dhe atmosfera mes tyre mbetet e çuditshme, një përzierje mes shakaje, simpatie dhe fjalëve të pathëna që asnjëri s'po i pranon plotësisht.